keni interesim për ndonjë pyetje apo? Zotja Radina, nesër është seanca konstituive. A ka aleanca për ardhmërinë e Kosovës vot për kryetarin e kuvendit edhe qyshen raportet me nismën për shkak që nisma, siç ka deklaru zonja Kusari Lila, i ka dhënë votat për qeverinë? Ne në princip votojmë kandidatin për kryetar të kuvendit. Kuptohet, do të bëjmë konsultat ndërsjella dhe me partit tjera opozitare, pra me PDK dhe LDK, po besoj që konstituimi i kuvendit është interesi të gjithëve. Më pastaj, pra, sikurse ju e dini, aleanca angazhohet edhe punon që qeverinë ta krijon opozita, pra në raste pa mundësisë ose të mos krijimit shumicës nga opozita, angazhohemi që ta krijojmë qeverinë nga opozita. Qysh është në raportet me nismën për shkak që pritet që nisma me votuese me arrit një marrëveshje me partinë më të madhe Lëvizjen Vetëvendosje? S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Ka qenë shumë e vështirë, pra, krijimi i shumicës nga opozita vetveteu. Pozicionimi i tij hershëm e ka bërë edhe më të vështirë, ka qenë i parakoshëm. Edhe nëse nisma dhe Limaj mbështesin pushtetin, kuptohet që ata ndahen nga ne, po është një ndarje mjaft e turpshme për shkak se kemi kërku votë për ndryshim, edhe sjellja e tyre, veprimi i tyre është mjaft i turpshëm. A dini traftuar pasur kontakt? Ju lutem, ne në praktik, pra asnjëherë s'kemi penguar konstituimin e kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarës nga opozita, pra, kjo është princip, sikur se dini, janë votuar edhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesa, edhe nuk besoj që do të pozicionohem kundër konstituimit të kuvendit, nuk e dim cili do të jetë emri kush do të jetë, ju tregova se është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shkuar në gjithë vendin, kemi kërkuar votë për ndryshim, edhe me u sjell në mënyrë të tillë, beshani nuk është në rregull. A keni kushte qoftë për opozitën, qoftë edhe për Vetëvendosjen, edhe pse tha që nuk bashkëpunoni me ta, por edhe për partitë opozitare? Vetëvendosjen ne kemi vetëm një kërkesë, ata me dalë në opozitë, për opozitën asnjë kusht. Çfarë poze janë bisedimet me partitë e tjera opozitare? A mendoni që mundi me i bë 60 vota në rast se dështon Vetëvendosja? Po tani nëse ndahet Limaj është më vështirë, po ne do të vazhdojmë për shkak se edhe me votat e nismës ende nuk ka një shumicë Vetëvendosje, do të vazhdojmë pra krijimin e shumicës. A e votoni kryetarin e kuvendit edhe nëse LDK-ja dhe PDK-ja nuk e bëjnë një gjë të tillë? Ja, nuk ndahemi nga opozita asnjëherë. Pra do të jemi bashkë me opozitën, në parim, pra asnjëherë s'kem qenë kundër konstituimit të kuvendit, mendoj që është interes edhe i opozitës, por gjithsesi do të votojmë bashkërisht. Do thotë zotja Radinaj, zoti Limaj nuk ka pasur asnjë vullnet për të qenë bashkë me opozitën në grupën tjerë apo? Përveç ku të takoni e pyetni, po unë nga ajo intervista nuk kam komunikuar me të. I kam bërë një shkresh ku ja kam shpreh shqetësimin për pozicionimin e hershëm parakoshëm të tillë dhe fashishëm, i cili e ka vështirësuar pastaj krijimin e shumicës nga opozita, edhe për damet e pasojat që i ndodhin vendit. Sido që tjetë, e thash edhe një herë, thash kjo është vërtet një ndarje turpshme nga ana e tij, sepse kemi shkuar në gjithë Kosovën, kemi kërkuar votë për ndryshim, jo votë për vazhdim të mashtruesit, ashtu si jemi shpreh. Faleminderit shumë.